Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministrja për ropën dhe punët të jashtme Elisa Spiropali në aktivitetin përkujtimor me rastin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit në temën Ura që lidh brezat, kujtoi se si Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë që përfundoi luftën me 15 herë më shumë ebrej se kishte në fillim të saj. Në një kohë kur edhe vende shumë më të pasura e të ashtu quajtura më të qytetruara ran pre një flame totalitare që i zhveshi nga kodet njerëzore e morale, Shqipëria pikrisht në kodin e saj moral gjeti forcën për të mbrojtur të ndryshmin dhe për të nderuar jetën. Ne jemi krenar për këtë maj morale që meriton të dëshmohet kudo, por që nuk është e vetmja në historinë tonë të strehimit dhe të mbrojtjes së të huajve e të njerëzve në nevojë. Sipas ministres së jashtme, orientimi i drejtë i Shqipërisë e ka bërë një partner dhe aleat të vlerësuar dhe të besueshëm. Shqipëria vendosi të bashkohet kartës së bordit të paqes së presidentit Trump përmes pjesëmarrjes së kryeministrit Rama si një vend që ka dalë nga errësira e totalitarizmit, me një vllazëri fetare shembullore dhe pa çarje etnike. Shqipëria ka që dëshmon e ofron botës dhe në këtë format, me qëllime fisnike për zgjidhjen e konflikteve të vjetra e të reja. Në ceremoni morën pjesë dhe nxënësit e shkollës gjermane Rafik Veseli në Berlin dhe të gjimnazit Sami Frashit, të cilët vendosën në pemën e kujtesës mesazhe simbolike si shprehje e angazhimit të brezit të ri për ta kthyer kujtesën në veprim. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf, dhe ambasadori i Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, përkujtuan më shumë se 1 milion viktima që u vranë në Auschwitz, mes tyre burra, gra dhe fëmijë hebrejnë dhe shumë grupe të tjera të dënuara nga regjimi nazist. Në një mesazh përkujtimor, ambasada thekson se valixhet e ekspozuara në muzeun e Auschwitz-Birkenauit janë dëshmi të heshtura të vuajtjes dhe persekutimit nazist, duke treguar historinë e mirë e njerëzve që kaluan portat e kampit pa u kthyer më. Ambasada gjermane thekson se më shumë se 80 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, ruajtja e kujtesës historike është thelbësore për të garantuar që këto krime të mos përsëriten më kurrë. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Tim Çamulçumski, deklaron se ende janë duke bërë analiza nëse do të ishin të interesuar të bashkoheshin në bordin e paqes. Ne kemi komunikuar dhe me administratën në Washington për këtë çështje. Ne duhet ta shohim pozicionin ton përmes prizmit jo vetëm të asaj që janë të drejtat tona, vetëm imazhit të qenit këtu, por dhe detyrimeve të mundshme të qenit antar të këtij bordi, deklaroi ministri Mocuski. Sipas tij, çështja e Gazës nuk është ndër prioritetet kryesore të politikës së jashtme të Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni vlen mbron sërish sistemin Safe City si një nga ligjet më të rëndësishme për sigurinë publike në Maqedoninë e Veriut. Sipas asaj, ky ligj nuk ka për qëllim gjobitjen, por krijimin e kushteve për lëvizje të sigurt për këmbësorët, ciklistët, përdoruesit e mjeteve elektrik dhe personat me aftësi të kufizuar. Vlen thekson se toleranca e kamerave do të jenë të njëjta me ato të radarëve policor, 6 km/h deri në 100 km dhe 8 km/h mbi 100 km/h, duke dëshmuar se fokusi është parandalimi dhe jo ndëshkimi. Alianca për shqiptarët shpreh sërish kundër gjopave të parapara në kuadër të projektit Qyteti i Sigurt. Sipas opozitares shqiptare, ndëshkimet janë jashtë realitetit ekonomik dhe në përputhje të plot me standardin e ulët jetësor të qytetarëve. Ne nuk kemi kundër rendit, ligjit dhe sigurisë në trafik, por ligjet nuk mund të shndrohen në mekanizma ndëshkues financiar që zhvasin qytetarët pa u krijuar më parë kushtet minimale infrastrukturore, thuhet në mesazhin e Aleancës për shqiptarët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.